Bekrin dhe njeri aty Ebu Bekrin e fyke panol. Tash Ebu Bekri njëherë nuk ja kthejke hiq. Ai e fyke, i folke fjalë të rana, Ebu Bekri hiq nuk folke. Pejgamberi sa buzëqeshk. Ebu Bekri e këshyrke pejgamberi sa ka buzëqesh, edhe e këshyrke ato që e fyke. Ai panol të e fyt. Pejgamberi sa veç buzëqeshk, Ebu Bekri u përbike hiq nuk folke. Dikur edhe Ebu Bekri njeri, edhe Ebu Bekri pe gjakut e pe mishit, ja kthen edhe Ebu Bekri. Automatikisht si ja kthen Ebu Bekri, pejgamberi sa quhet në kamë dhe hec. Nuk buzëqesh më, i ndrohet fytyra. Pithet Ebu Bekri, oj dërgumi Allahut, sa më fyka i mu, ti keshe, momenti që ja ktheva ti u qove, pithet o Ebu Bekri, sa të fyka i ty, një me lache, reke të kraj hët dhe ja kthej ka ti, dhe ke ti e i tilë. Me lache a erë dhe të mbroj këty, si loj avokati për ty. Momentin që ti ja ktheve, edhe ti nise me fy, dhe atëherë erdhë shejtani. Dhe të aty kur rrin shejtani, dhe të në s'kan vend, pejgamberi alayhis salam. Për këtë duhet me pas parasysh gjithmonë që punë cilat i bojmë, veprat, fjalët, a thu, a kish me kanë Allahu dhe pejgamberi sa më i kënaqur? A kish me nejt pejgamberi sa më çat vend ku jem tu nejt na nëse ndodh ndonjë vepër e keqe? S'kish me nejt, atëra s'na mos trim. E inshallah e ndim gjithmonë këtë kontroll të Allahu xhaleshanu që a është Allah i kënaqur me neve apo jo, me ato çka e bojmë dhe kurrim dhe kudo që shkojmë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.